diskut bjartë lutëm. Veç të kthejna, se e nisi obligim. Për mua, ka qenë një periudhë shumë e rëndë periudha e pavarësisë futbollit Kosovës, ku kam qenë mjaft aktiv edhe në fushë edhe në zyre. Prandaj shfrytëzoj rastin që një mirënjohje, një falenderim të gjithë atyre futbollistëve. Njëri ndër ta ka qenë edhe Rol Saliu, që në Hogosht kam qenë në ndeshje Prishtinës mjaft rëndë, që kanë luajtur në kushte edhe Robert, kanë luajtur në kushte shumë trona, që janë freskune për ujrat lloj-llojshmeve. Po ashtu, një respekt, një përkushtim, një mirënjohje, meritojnë 3 kryetarët e futbollit, Federatës Futbollit, Agim Bytyqi, Recep Abdullahu edhe Sabri Hashani. Në atë kohë Sabria nuk ka qenë kryetar, por ka qenë anëtar i komisioneve. E patjetër një mirënjohje, respekt, po sa që meritojnë sponsorët, financuesit e futbollit, klubeve futbollit të Kosovës. Që kanë shkruaj pasoni këtë pa dashur që të dalloj dikon ose të veçoj dikon, të anashkaloj dikon, i kisha përmend Selami Osmanin, Bezin e Dritës Gilanit, Shukri Sulejmonin të klubit futbollistik të Gilanit. A kretë ata ka i ki Naim Ramadanin të Prishtinës, Beslidhjes, Samet Arifin të Lapit, Ertan Gjihiqin Besjanës, që në kanë mund edhe ma vonë takimet kur i kemi pas në Turqien takimet e tjera. Pastaj Gjevdet Gashin të Pejes, vëzrit Naim edhe Enver Besimi të Prizrenit, po më vje keq nëse harrova ndonjërin prej tyre, por këta janë njerëz të cilët kanë dhonë. E dhonët e tyre në shpenzimet e tyre kanë qenë një drejtim. Nuk e ditë që nuk i kthehen. Po i falenderoj, apo meritoj një përkrahjet posaçëm, një mirënjohje posaçëm, përkrahje mirënjohje, edhe shumë e shumë bizniset e tjera në formë të shitoreve, në formë që kanë dhonë për futbollin kosovar në mënyrë të njëjtshme. E gjithashtu duhet mi falenderua dhe mi përkrah, që ka qenë rast unik në botë dikon, që futbolli është luajtur në për fusha private, në për shtëpi, në për ara private. Ku kanë qenë ato livadhe apo fusha Dushanovës, atje Dushanovës, fusha Raushiqit në Pej, pastaj ka qenë Novosellën e Gjakovës, pastaj ka qenë në Dumnicën e Lapit, në Kqiqin e Mitrovicës, në veçanti ka qenë Salih Krasniqi, më falni që po e veçoj, që ka qenë një punëtor jashtëzakonisht i madh që ka përgatit fushën e Llukarit. Mos të harroj edhe Malisheven e Gilanit, se Gilani ka luajtur Malisheven, atje ka qenë fusha, domethënë më vjen keq nëse kam harruar ndonjëherë, por i falenderoj të gjithë ata, na i përkujtove të gjitha ato të cilët klinën e epërme ku ka luajtur Drenica, klubi futbollistik atje në Majt,